Zotë drejtar, ndonjë policisë, i drejtorit të policisë, rastën e pesë policisë, që në tërë me drejtorit të krimit të saj, do të rështuar. Raportori për komisarit të sistemit shtetar. Qetëso! Përshëndetje gjithë. Në rastin e 113 drejtorit të krimit të policisë shtetit, i nderuar prefekti i Qarkut Kukës, të nderuar përfaqësues të Bashkisë Kukës, të nderuar përfaqësues të agjencive ligjzbatuese dhe institucioneve shtetërore, të nderuar familjarë të dëshmorëve të policisë, të nderuar veteranë, të nderuar gazetarë, të nderuar kolegë, të dashur dhe pranishëm. Sot jemi mbledhur për të shënuar dhe për të nderuar 113 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit, një institucion që është në mbështetësyll e rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Ky përvjetor nuk është vetëm fest, por një moment reflektimi, mirënjohje dhe përgjegjësie për misionin që policia e shtetit mbart ndaj qytetarëve dhe shtetit shqiptar. Një shoqëri ka nevojë për drejtim, rregull dhe siguri për të qenë shëndetshme dhe funksionale. Kjo e vërtet është dëshmuar nga qytetërimet më të suksesshme që ka njohur historia. Organizimi i një institucioni ligjzbatues si policia kërkon me pika kyçe të historisë së Shqipërisë dhe me rrugtimin e shtetformimit. Rruga e gjatë që ky institucion ka përshkruar është e gëshëtuar ngushtë në historinë e vendit tonë dhe dëshmon se si policia u krijua, u rrit dhe u konsolidua për gjatë dekadave, duke reflektuar zhvillimet shoqërore dhe nevojat e komunitetit. Policia është në kolonat në themelet e formimit një shteti, një shtet serioz nuk mund të përcaktohet pa një forcë policore, përgatitur dhe në funksion të qytetarëve. Jo më kot kemi 113 vjet shtet, kemi edhe 113 vjet polici. Në emër të Bashkisë Kukësit dhe të kryetarit zot Kalinaj, ju falenderoj për ftesën dhe uroj që gëzuar festën 113 dhjetorit të formimit të policisë së shtetit. Së bashku me institucionet e tjera ligjzbatuese, me sistemin arsimor dhe me mbështetjen tuaj gjatë vitit 2026, do të synojmë rezultate dhe më të larta në luftën kundër krimit dhe në rritjen e parametrave të sigurisë. Punojësit e policisë së shtetit do të udhëhiqen çdo ditë nga etika, vendosmëria, përkushtimi, ndershmëria, humanizmi dhe guximi për të përmbushur sa më mirë këtë mision fisnik edhe të shenjtë. Ju uroj të gjithë kolegëve dhe të pranishmëve gëzuar 113 vjetorin e policisë së shtetit. Shëndet, sukses dhe mbarësim detyrë. Falenderoj dhe mediat që kanë pasur dhe kanë një rol të rëndësishëm në informimin e publikut dhe në pasqyrimin e punës sonë të policisë. Mirënjohje për të gjithë ata që sakrifikojnë për të mirën e përbashkët. Qendrita e parë i akordohet zëvendës drejtorit hetimit krimeve zotit Kurti, cilën do t'i japi, ftoj t'i japi prefekti Qarkut. Që në kata tjetër jepet punojësit policisë Mare Manushi. Nderuar drejtues pushtetit vendor, sot na mblodhi 113 vjetori i formimit të policisë së shtetit. Një polici e cila pati një rrugë shumë të gjatë, shumë vështirë, ashtu siç e ka dhe sot.